E ne ecim tutje. Unë për herë tham, erdhi në fillim dhe ja bëri bam edhe bim. Ajo ja ka bërë bam edhe bim për herë. Bile si topi, jo vetëm si pushka. Sonte vjen përsëri këtu në skenë, për të biseduar e për të na kënduar për Jo, herën tjetër do t'ja bëjmë timonin, motorin dhe vim të marrim atje kthehemi kështu. A ka mundësi me marrë kështu me lift prej nalt, me fluturu ose me helikopter? Bigu mirë se erdhe. Mi se u gjeta, ne im faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem këtë studion tonë aq të ngrohtë, aq të nxehtë. Lesi ke publik të mrekullueshëm. E kemi edhe të ngrohtë dhe të bukur, veç edhe nxehtë, fort të nxehtë. Për atë aspekt është ngrohtë, shumë e ngrohtë. Këtu garantun mund të pësohem, çdo ditë me ardh ka 2 orë në emisionin tonë, ka 200 gram, më shkrihen. Ta ofrojmë. Okej. Ta ofrojmë këtë mundësi. Mirë, je shkri goxha. Ja, jem shkri pak. A? Pak. A je shkri për këngën, a je shkri për apër? Jem shkri për këtë publik të mrekullueshëm. Mrekullueshëm, e! A ke pa Bigu, çdo muj ty ta gjen kaj burr kështu? Normalisht. Kështu që e kom bë një ekip futballit me burrat edhe një simfoni. A ke pa, ha? Burra çdo ditë, po ku burri? Hopi burri, s'ka burr. A s'ka burr se ke gjetë ala? Ala nuk e kom gjetë, ala jam single. Kur do në me gjetë? Po Kalin e kom gjetë, po Princin se e kom gjetë ende. Kali i bardhë është? Tamam Kali. Big Mama, Big Mama. Nuk e di atë kam pyet në emisionin tim pse Big Mama. Ka erdhi ky emër? Besoj se shumica e din, po edhe një herë do ta tregoj. Big Mama ka qenë, domethënë prej fëmijërisë më ka thirrë një shoku im ku kam kushtuar edhe këngën për shokun tim. Qysh e vogël, ajo është inspiru se kam qenë një fëmijë i plot, si jam shtash. A gjithherë ke qenë big? Po, gjithmonë kam qenë. Po me periudha, ka pat periudha kur kam hup shumë peshë, ka pat periudha kur kam shtu peshë sërish. Ai gjithmonë më thirrte mu Big Mama prej filmit, Big Mama i das. Big Mama. Po, edhe mbeti Big Mama mbasi ndroi jeta ai për të hirtë atij, se gjithmonë ta kujtoj edhe mos e harroj e lash emrin Big Mama, po them vërtetën edhe më ka sjell shumë fat. Si dola Big Mama, plasa, u bona hit, bona bom. Është vërtet. Se kam këndu ma herët edhe si me emrin tim Besiana, po fort, s'ma ka fut njëri. E emrin e mbi emrin për publikun? Besiana Kasami. Besiana Kasami, baje një vend. E Bigu, unë e kisha dëgjuar, po dëgjo, në gjenerata të rojnë shpejt, vitet po kalojnë, sa vitet u banë s'kin? Sa më janë bës, kur si 12-13 vite, po? A nuk e ke numru, mirë? Nuk e për 2001, se e vjen, matematika ime është katastrofë. Qa ke pas matematikë? Dysh. Në fund vitit. është puna se nuk kam pat matematikë për shkak se kam qenë në Akademitë Muzikës deri në 8 vjeçare kom pat matematikë. Edhe kom harru atë që e kom mësu. Në Akademitë Muzikës ke pas instrumenta apo? Jo, në përgjithshme kam qenë. Atë përgjithshme. Po, se atëherë ishim shumë pak veta të cilët në Tetov, edhe u hap paralele janë Tetov, edhe nuk kishim mundësinë zgjedhim instrumente pas sonikë. Praktikisht kulturë përgjithshme, si kuadër i arshëm. Keni bërë shumë këngë, po vërtet për herë je bëm për skenën. Është natyra jote kjo që nga fëmiria, apo e ndërtove kështu si imazh, i energjisë, i paraqitjes? Shifrej, më shumë e vërtet, unë ndoshta kur më thot dikush çelësi i suksesit tanë, çelësi i suksesit tim është personaliteti im edhe karakteri im, unë këtë kam thënë gjithmonë. Unë fillimet e mia kur kam qenë më e vogël, domethënë kur kam dalë skenë si 15 vjeçare dhe si Besiana, jo si Big Mama, mundohesha ta ndroj veten time, dalë si më serioze, dalë si më e qetë, e turpshme, të mendoj se ç'a flas, po e parë se publikut nuk i nevojitet këngëtar apo personalitete falso. Publikut Mos! Shuja aty edhe mos e ndërpre. Po publiku ç'a të ke?
A këto e kemi mini mama. Mini mama. Nuk është big mama, Jo, mini mama. Sexy mama. A sexy mama. Mendoj se publiku duhet ta dinë natyrën e vërtet, personalitetin e vërtet. Unë kom qenë gjithmonë kjo. Jam pak e trend, jam pak e çmendun, po nuk dal këtu të bëj fytyra apo them, ta them këtë kështu se do më dojnë më shumë. Po atë që e mendoj unë ta them trosh. Kush të më do, kush të më do. E thua edhe në këngë edhe në jetë. Edhe në jetë, edhe në këngë. Jo, në këngë nuk i them gjithat vërtet. A nuk i thu gjitha, a? Mund të them 50% i them. Apo, Po. Diçka ka, a ndikon të tekstet, kur ti shkruajnë tekstet? Apo i shkruan vetë? Jo, po shumica, jo mundu të shkruaj vetë, po nuk ma do, bre, hiç smuj, s'di me shkruaj. Jo. Gjithatë që mi shkruajnë tekstet, normalisht që e marrin parasysh karakterin tim, e mbi karakterin tim e ndërtojnë tekstin. Kush ka shkruar tekste më shumë? Më shumë ka shkruajt Avni Qaili. Avni Qaili. Avni Qaili. Ku do ta përshëndes edhe mund të them se është faktor i cili më ka ndihmuar për sukseset e përgjithta me radhë. Për të mbrije, për të qenë kjo. Jo vetëm mu, po shumica e gjithë këngëtarëve ju kanë ndihmuar. Sa vërtet, pa fund tekstet bukura. Ja, unë veç për thëmë, për i bëjt fola do dëve që për reklamuhin, apë din? Po? Shqyqyrë nuk ja ka dhonë zoti mu dhe shqisoj se për të kalë dhe ketë dhe për ketë. Në që këni e najmë. Që shje big? Mirë, ti që Je big nona, big mama. Të dy. Big që shije. Mirë, falim. E kumet Big Baba atë? Big Baba më ra paskene. A Big Baba më ra paskene. Për i pasha zoti mu bazua, dinëm Big Mam, me shku tekst, banes del. Konga duhet tjetë 3 sahat. Edhe me do iPhone-a kjo për selfie, se veç një nuk e nëzanë, se nëzanë veç. Jo se, ka bo dhe kjo operacione plastike. Ko është plastike? Jo. Pa që ka nevoj Që tjera i operacione ka fri plastike? buz, ti ka... Prit. Qysh? Kom operacione, ama une nuk i kom shtu. Amo, Unë i kom smoklu. a dini... Si a dhojshë e kësojnat pak. Po i kom rrujt se Jo kër më i jo kjo, smoklova mi vënoj që ti... të këngëtore që kanë bo, që jenë fryje, krejt prej qitu e kanë morë materiali. Ska qenë një të to di që materiali bigit. Jo vetëm të këto, po edhe ke këto për ke unë kanë marrë. Pse i fryshe ti bush, qa kishe nevoj? E, të ka zë drejtën? Ja, mësë më kalzet, pse i fryshe, urna? Të ka zë drejtën a di pse i fryva? E, unë hinë në tripa tash hajde. Pse kryt po bëjnë, pendjen tash, Vini vete. Pendjen, po më ka ramë, më se kam. Hajde kamerman vesh pak, që ti kamerman vesh pak. Ka vetë një cofë e vogël, se unë i kom pate vetë natyrale, edhe kot, shkova kej doktori, thash, frymi edhe une, mos po jes mangit. I fryva, kur e pash Pra do vete, t'ja fri buzën të kur e pash vete si travestit, që u bona, muaj ftyra, ka pa doktorin, kur dëm heket kjo buza se do vitë dhe të bësë. Tha, 6 muaj depresish, tal nga dal më ran vete, shqyqyr zotit e kom bo. Po edhe ajo është luks qef, kush do ne ta bën, unë nuk e nuk them atë. Po mëre, po pse Unë jetë që do bëra ne? shaka për atë pjesën, normalisht për atë pjesën tjetër se ti se ke kompleks. Që do ne konflikt. Jo, i kom bë edhe buzët, kom bë edhe botox, krejt i kom bë mëre kur i kom sukse. Po mëre do ne kum bo. Edhe ti. Po i kum bo këtë këtu e s'ka këtë. Po vëlloj, i kum frye krejt. Ku i kiti këta? Kanë? Këta. Këto i lashën shpe, vëlloj se fëmija s'minalen. Kanë le. Ta non ti pëdel shpesh. Po? Ja le këtu, ja shkëve, ta shpi, javlo vesh. Vo, dje ja kum lojqin në panorë me e sa nipa. A ti jam do une? E shishku e të kësyje, hop. Ja vëlloj, këto për të kalzek sa qunë ginekologi. Se? Se? Fëmija si t'lindin. Mene, hop, ja, luke. Big bre, vëlloj që në tim pilqen jo që je lirë. Po. Jo lirë shtu për vitri që liruan sanë, po shtu e lirë, për mënej që shërren, a bëdën, i artiste ta, manë artiste. Absolutisht. Në kost, nuk mon staf, a bëdën, është për di e lirë. Edhe shtu bëta kështa, Qysh? edhe shtu kishtë jasja. Hajtë usëm në dhe pak sa vjerë Mrika. Hajde shkodin salon, hajde të këshyri krejt njëre, se ka gja fërti pas ke boda. Apo do në me më këshyrë? Unë edhe këtu, se kom problem. Njëre se vesh pak, të djallë, se ka kiri, e kështë për bjetë lega najsa. Big,
A di që kur kemi qenë në emisionin e saj, hey Bigu, pse se ke vazhdu emisionin vërtet? Ka qenë shumë i shikuar, një emision fantastik. Puna pse e ndërpreve emisionin i shkaku se unë përngulla për në Turqi. Në periudhën ku shkova në Turqi. Edhe u ktheva pak kisha një periudhë jetës time ku kisha nevojë të jap përkushtim jetës private vetes time se unë prej moshës 3 kom qenë nëpër televizione, nëpër mbrëmje me këngë. Kështu që duhet të pak relaksohem edhe mendoj se hyna me një gjumë pakasit gjatë, edhe shoh se hey Big, çau të ndodh me ty, i është duk. Kështu që jam aktivizu sërisht. A, do të fillosh? Po, do të filloj edhe me emisionin, kësmet me shtator, po njerë primare për mua është muzika edhe kënga me atë cilën e kam fillu. A di që e kemi shtri mihrin me Bigun? Ka qenë emisioni më i shikun ka qenë. Edhe kena shtri mihrin, kena fillu me gjvesh, me i pakujen operacionet plastike. A qaj ka thonë e diroma kësoj? Po, qaj ka thonë? I ka thonë, mëre kum një për Big Mame, vesh pse ka ke beg. Po e vetë nga që e më rinë ato aty la. A i më tha mu me gjithëmen qenë ke Big. Po kur e pash edhe unë atë, thash unë e Big, po se po edhe ti, ko qa Big koke? Jo, ko qa Big po më bloket për shok to, na em. Ja të qërtu burin, të ka burin. Atë këm thonë për të ka, ajë kom të i po. Big. Mirë, kjo është, ka tha një regjisor, sa bukur e ka thanë, KPG-u kur tha, kjo është e vetëmja Big këngëtare, edhe në dukje edhe në këngë që këndon këngë të lehta. Po, shumë bukur e ka thanë. Po, është vërtet. Big. Haja. Qa pesiqon kështu? U mytu më këshyrë kënej, u mytu. Marove. A pi lakmona? Jep, që shtjem kon 72 të vetën e për A vetë je kon, a? E qka u botën e? Qka u botën e? I kalon shpi! Jo, pasha... Ja kanë sos! Jo! Ja kanë sos mija të ta po... Patulik me burë në roshën thera, po shpërtheva. Mirë, ato i pas kellon të shpia, se fëmija ti kanë... E këto ku i kellon? Ne, më shqiptarë vi e frynë mra, pa këtu fryjen hi mrena. Po qëre, është mirë me pas që të. Gëmue, shi që të ti i kije. So në pisho plot, të në herë mëre, se për selfie një që në po bënë laf. Selfie është i mirë, tash, a bëdin që të lezë qëmë. Tash se del e posh një selfie. Qëta, që ko. Jo, selfie belfie. Selfie bëfije. Qysh? Selfie bëfije. Qiraj. A dojna me pyt bashkë Bigun këngë të reja, i ka bo shumë interesant, po Bigu me këngën e fundit ku keni përdorë dhe kalashe, pse i keni përdorë ato? Po, shif, asaj trupit tim edhe natyres time i njante Gulinovi ta kemë aty. Po prandaj, pse kalash, ja Gulinovi, ja mitralose. Po, ato i gjetëm shpejt edhe hajt. Me bes kalashe, da? Po. Me temina, se mërveshur me temina, ku ka po sirush, me temina, se mërveshur me temina, ku ka po sirush. Bravo, me telina, që të vetelina. Ej, a beson se kërë kemi bë këngën, nëse këngën e ka realizu Besi atje në Shqipëri, krejt ka qenej organizator, edhe ma qonë tekstin e këngën, realitet njerë vetëm e ndigjova se në mirë shavesh. Unë e mirë shavesh me temira. Tha shoki tekst o bes me temira, me temira. Me të majra me konë, majri shkam, pas ke me të majra. Edhe më thot Besi me temina, tha shqa burë temina. Temina edhe unë për herë pare mora vesh, me temina qenë ka me dzidza. A me dzidza? Me dzidza, me gurës, si ato. me temjana. Me temjana, po, me temjana, me temina. Uja, ja! Vëtaj? Gjibon vëtaj? Ku që me gjipa që të? Mos e të lëvejt punën. Vala bre keni një gjuhë interesant. Shumë të mirë. Valat mire kena. Dialekt, pjesë dialekti. Unë mendoj se dialekti më i bukur i Tetovarçës edhe mas mirë ti shkon këngëve. Këngëve dialekti Tetovarçës. Tash nuk du të bëjmë lokaliste ama kur këndosh më. Te na shkon nga 3 minuta me të këty në 5. A ke po që ka na marrim nusën me kerre me me kerre me kije, me kerre me çeçomës. Me çeçamile. Me rabe marrim. Me rab. Unë e përshkoj, se kim garant edhe pyetje tjera, këthefti që tu se flekte lakta, përshkoj, se kam ishin mi puna, pse fëmija, se ne? A po, a? Se a haleje të i mojt, a? Pa. Bek, në mollë shtipit, në mollë shtipit, në bëve gële shkrimit. Hajt, Big Mama, shini për shmira.
Hajde shini të ti. Interesante. Me Gason? Me Gason, po, Gason do ta përshëndes edhe pse sot e këndova vetë pa Gason këngën, me Gason nuk jam njoft. Gasoja është një djalë nga Gjilani i cili jeton në Zvicër, për momentin është në Zvicër, prandaj nuk është këtu. Ka dash të bën një këngë, e kemi një shok përbashkët, e thirr atë, du me Bigun bëj një këngë. Po, edhe vendosëm e bënëm këngën bashkë, e bëm videoklipin, e realizum, pa ashtu do të falenderojmë se edhe kam thënë disa herë dhe shumë herë do të them, prej atij bashkëpunimit mu mushtu edhe një mik tjetër shtëpie. Gasoja është bërë një pjesë e jetës time, është bërë një pjesë, si them, familjes, një shok, cilën çdo ditë e kam patjetër të raportoj se ç'a bëna, ç'a s'bëna, si kalon. Kështu që kam fituar një mik shumë besnik. Një mik. Një mik shumë besnik. Se këto gazeta ta përshkruan, ta gjetën, ta qitën. Gazetat në fillim nuk e njihnin Gason, e edhe bën një etiketë, Demek Big Mama Shën Valentinit e feston me atë. Bile mora thash demantoj, thash nuk e demantoj, se do del këngë ta kuptojmë vetë, mos e çash, është vërtet ajo. Bigu, ishte shumë bukur që të kishim sonte në spektaklin. U kry kaqa. Edhe na ke sjell edhe këngë dhe ritëm edhe hare, Bigu poliperformante gjithherë. Po se do ta japim fjalën për këngë, përsëri do ta këndosh. Patjetër, megjithëse kam marrë këtu pse mos këndoj. Ishte kënaqësi që të kishim këtu. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. A e di që do skena shumë? Nuk e di. A e di që në këto vite skena s'ban pa ty? E di se unë ju du shumë, unë e di se skena më ka mungu shumë, kështu që nuk du të lamë asë një minut të jem largë skenës. Goxhamoti na ke mungu, po, na ke ardha. Është e vërtet, kështu që do t'jem më shumë harova. Lafin. Mos e harroj, me datën 25 kemi çfarë? Po, atë desha ta përmendi, unë do të falenderoj që më ftove këtu, edhe do ta bëj publike. Ju e di se kemi në shumë vëllezër këtu në Kosovë. Jem shumë krenare dhe jam shumë e lumtur për shkak se kam shumë kolegë si ti e shumë tjerë që kanë zemrën e madhe, janë zemër human, shpirt të mëdhej. Unë do t'i quaj shpirt zemër luan gjithë dhe juve, cilët as ma bët fjalën dy, janë mbledh deri tani 31 këngëtar prej Shqipërisë, prej Kosovës, ndoshta krejt nuk do të më kujtojnë, po janë Elita 5, Naimi, Miria, Aurela Gaçe, Fiolla Morina, Genta, Etno Engjujt, e shumë tjerë. Ky koncert mbahet në Tetov me 25 maj. Do të performojnë gjithë 31 këngëtar për të mbledh gjithë ato parat e për t'ja dërgu gjithë familjeve në Kumanov, cilët i kanë humbur shtëpitë e veta. Ja, jashtëzakonshme. Bigu, e kemi ndjerë të gjithë gjendjen, situatën në Kumanov, sepse ishim ne aty brenda, ishim të gjithë. Kjo është një trup. Kjo është një trup, nëse diku dhem gishti, është njëso këtu dhem zemra. Nëse këtu dhem gishti, atje të kjo dhem zemra. E di se kam marrë një obligim shumë të madh, dhe diçka shumë e bukur, dhe në gjithë mediumet, gjithë televizionet, dhe ndërtohet një skenë shumë e madhe, kështu që çfarë mund dhuroj muzikën tonë, lumturinë tonë, mesazhin tonë për paqe, për liri, edhe për jetën e gjithë aty në Kumanovarve. Edhe një herë do të bëj thirrje gjithë shqiptarëve edhe për në Kosovë, kush ka mundësinë të vjen prej Gosivarit, Korçove, Shkupi, Tetove, të mlidhemi sa më shumë bileta, të shesim aq më shumë pare, të mbledhim aq më shumë lek mbledhim, edhe gjithë aty në familjeve të kemi edhe ne një pjesë ndihmës. Zoti na ndihmon inshallah. Digo. Në krejt të ka shumë rëndësi, gatishmëria për humanitet, e mbi të gjitha, gatishmëria për t'i dalë në ndihmë dhe Zot njeriu tënd. Ty të faleminderit shumë për gjithë që ke bë. Na kena mençur ditën e xhirimit. Po. Se ne xhirojmë taneve. Është e vërtet, është e vërtet. Do të xhirojmë të martën, vetëm që t'jemi bashkë atje për këtë aktivitet madh. Edhe ti meritosh një duart trokitje të madhe, Bile Naimi kur e kam marrë telefon. Unë Naim do mbaj një koncert, aty jemi u sa s'ke punë. Unë mundem t'ja shpjegoj se aty jemi u kry. Kështu që edhe një mesazh Kumanov, jemi me ju duam, dhe më thonë jemi gjithë shpërndam ndoshta, ama kur duhet jemi bashkë, jemi gjithë bashkë për njëri tjetrin. Jemi bashkë.
E do t'jemi për jetëve se do të mësomi ta mbajmë njëri tjetrin, t'i dalim zot njëri tjetrit e me këtë edhe vetvetes, pije ujin e Alpeve të Kosovës të bëft mirë, sepse skena do t'jetë vazhdim për ty me tunde me shkundë, se ishin përdor fjallet, tunde nalte, tunde poste. Big Mama, skena për ty!